Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër takim këtu me ne në She's on Top Club. Ne jemi patjetër në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Një javë ka qenë kjo plot me emocione tek ne, me largime të papritura, lot, ka pasur shumë tensione midis vajzave, debate, kritika të forta nga juria, po pak a shumë dhe me njëra tjetrën, dhe 3 eliminime që sollën po ashtu shumë diskutime në studio. Me mua si gjithmonë, patjetër Ida Nurçe, vjenistja janë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Tere, me ne, patjetër, kemi dhe vajzat tona, nisim me Negisën, patjetër Flavia, Ingridi, Megi, Emilia dhe Giselda. Përshëndetje vajza. Mirë se erdhët përsëri. Largimi Flavias në fakt ka qenë një nga faktet që ne duam t'ja nisim dhe duke qenë që t'je patjetër këtu midis nesh, po nuk po humbim fare ko. Sa e vështirë ka qenë për ty ky largim dhe ky vendim i marrë kështu pak papritur për arsye personale të cilat ne tani po i marrim vesh. Në fakt nuk është se ka qenë e pritshme, nuk e kam prit fare largimin tim. Çfarë doje të merje me vete nga kjo eksperiencë të cilës për fat keq tashmë i erdhi fundi, por ti do të shiroje ta mbaje në zemër apo në mendje. Unë e di shumë mirë që do isha në top 3 për ose një nga fitueset e këtij spektakli, por që ja që nuk ishte ky fundi i mirë. A ke pasur ndonjë peng që deri më tani nuk e arritet dot përveç fitores dhe finales që ti dhe vetë po e thua, por ndoshta diçka tjetër gjatë rrugtimit që do doje ta. Pengu i vetëm që kam pasur, e di që e kam zemrën shumë të mirë dhe kam afruar shumë vajza, eksaktësisht servile afër vetes time. Si ka qenë në fakt në tërësi pas gjithë eksperiencës marrëdhënia me vajzat? Pra nëse ti tashmë analizon dhe kthehesh mbrapa, si ka qenë ajo për ty? Me vajzat, në përgjithësi me vajzat ka qenë shumë mirë, me disa vajza ndoshta më kanë edhe bllokuar ose kanë mbyll fare Instagramin, nuk flasim më. Sepse siç thash janë servile, ndërsa me disa tjera Flaviana fol me emra o Flavia se po na bën është servile. Është Giselda dhe ajo që flet mbrapa krave? Po. Që thot për tjera dhe flet vet. Është një opinion i krijuar nga ti apo nga të gjitha shumicat e gocave është kështu. Dhe për vajzat të cilat janë ruajnë akoma miqësi me të? Nuk besoj se ka goca akoma që ruajnë miqësi me të. Mendon se s'ka asnjë nga vajzat mund ta pranojnë ose mohojnë për vetveten, sigurisht. A mund ta dëgjojmë këtë gjë e mirë? Gjëja e mirë është që kam njoft disa goca me të vërtet që ja vlen për emision, që ja vlen ti ke shoqe dhe që ja vlen që edhe pas këtij spektakli të dalësh me to. Unë jam kurioze dhe shumë vajza të tjera, por një ndër vajzat që me vërtet e ka fituar zemrën time dhe respektin tim është Negisa dhe Ingridi. Negisa, jam shumë kurioze për mendimin tënd për Flavian, me kaq sa dëgjove deri tani dhe gjatë gjithë rrugtimit që ke pas ti në She's on Top, krah për krah me Flavian. Ço mendon për Flavian si gocë dhe si konkurrente? Normal që ka qenë një konkurrente shumë e fortë dhe e shikoja si finaliste. Dua të di dhe mendimin e Ingridit, duke qenë që është aty afër. Jam shumë kurioze të dëgjoj mendimin tënd rreth akuzave që ka Flavia dhe në lidhje me Giseldën, duke qenë që ti je shoqe disi me Giseldën. Je afërt. Mendon që janë me bazë akuzat që ka Flavia ndaj Giseldës dhe çfarë mendimi ke ti për Flavian si konkurrente dhe si gocë gjatë gjithë këtij rrugtimi që keni pasur? Për herë të katërt do ta rishpjegoj që un kam respekt e kam patur për respekt për Giseldën. Jo shoqëri, jo miqësi, thash shoqe, domethënë e njoh, më e afërt nga gjithë konkurrentët e tjerë. Mike nga një eksperiencë e bukur që ju po kaloni. Kam patur për respekt, do ta kem për herë. Për në lidhje me debatet që ka patur për herë Giselda me çdo lloj konkurrente janë punët e Giseldës. Unë nuk përfshihem fare, nuk më interesojnë fare asnjë lloj debati. Në lidhje me Flavian si konkurrente kam një respekt maksimal, është një ndër vajzat më të forta, duke me sa unë e kam njohur, që nuk është shumë pak. Kam kuptuar që është një vajzë me një forcë, me një karakter të fortë, me një potencial të fortë dhe me një tarme shumë bright, të ndritur. Po, ndonjëherë bëjmë këto kalime të anglisht. E përse shumë si individ, është një individ i drejtë, është një
një vajzë që për mua e ka marrë respektin nga ajo çfarë më ka treguar. A mendon që ka qenë plotësisht përsëri për shkak të show apo për shkak të për të stisur apo krijuar një situatë apo ashtu ka zgjedhur ta tregoj veten në këtë shoqëri apo në këtë eksperiencë me vajzat? Mendimi im është i pavlefshëm në këtë moment. Mendoj që duhet pyetet Giselda eksaktësisht për çfarë ka bërë këtë gjë. Jo, para Apo se të flas pse Giselda, mendohet unë kjo dua gjë? të dëgjoj edhe Megin dhe Emilia. Se kam atë tendencë do të them Emilia. Megi dhe Emilia. Në lidhje me Flavian, me ikjen e Flavias dhe për akuzat që Flavia hedh ndaj Giseldës. Tani përsa i përket akuzave që Flavia hedh për Giseldën, është vetë Flavia dhe vetë Giselda që... Do me thonë, ti mendon që janë me baza se Flavia tha një moment që të gjithë gocat mendojnë që Giselda është servile, që Giselda është ato fjalët që tha Flavia. Do me thonë, ju përfshiu edhe ju të tjerave, ju mendoni si Flavia... Jo, nuk do të thoja të njëjtat fjalë. Unë kam thënë opinionin tim. Unë mendoj që Giselda në këtë raste nxitohet thjesht në mënyrën se si i shpreh gjërat. Dhe edhe nëse unë do të them se diçka që mund të më ketë mërzitur me Giseldën, është kjo. Pastaj përsa i takon raporteve të tjera që Giselda ka me vajzat e tjera, nuk më takon të ndërhyj dhe e kam thënë Po mirë, a nuk mendoni që në momentin që një fjalë e tillë si fjala servile jepet dhe transmetohet në një mënyrë të tillë që mund t'ju kapi të gjithave, në momentin që ju e dini pastërtinë tuaj, pse nuk do reagonit? Pra pse do e lejonit në një garë të tillë që dikush t'ju quante një fjalë të tillë dhe shumë e thjeshtë. patjetër duke dashur të marrë opinionin e gjithë secilis dhe pse ju keni zgjedhur ta përballoni kështu një fjalë të tillë. Pra, ndër fjalë që mund të jenë thënë me njëra tjetrën këtu tek ne ose te shizon top. Flavia nuk më përfshiu të gjithave, e specifikoi që e kishte me Giseldën. Jo, qartë, po ti the që këtë mendim që kam unë për Giseldën e kanë gjitha gocat dhe unë jam kurioze të di edhe gocat e tjera. Sepse që gjitha gocat e kanë parë. Se unë kur flas për të tjerët jam sepse gjitha gocat e kanë parë dhe nëse gocat jo, është ndryshe ta shohin dhe është ndryshe me kë nuk flisni. Prandaj po i pyes. Këtu kam 5 goca, do me thëmë përveç të 4 të tjera që janë në shizon top. Thjesht të respektojmë për se është në shizon top dhe kaq. Ne do shkëputemi në publicitet shumë shkurt dhe rikthehemi përsëri këtu me Melisën, cilën do e kemi në një lidhje Skype për shkak sepse nuk mundet ishte sot këtu me ne dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10.